Bajpasi i Shkodrës mbetet ende një prej veprave më të shëmtuara momentalisht që ka qyteti. I lënë prej kohësh në hapat e parë të fazës fillestare, sot është kthyer në një prej problemeve kryesore. Ky bajpas ka humbur totalisht misionin për cilin nisi të ndërtohej para pak vitesh. Në çdo pjesë të tij ka degraduar dhe dëmet mjedisore që po shkaktohen janë të konsiderueshme. Qeveria aktuale përmes Ministrisë së Linjës disa herë ka thënë qartazi se nuk do të vazhdohet investimi për bajpasin e Shkodrës, kjo sepse mungojnë fondet për ta realizuar një gjë të tillë. Ndryshe nga qëndrimi i qeverisë, shpeshherë vetë qytetarët, por aq më tepër edhe ekspertët e mjedisit dhe përfaqësues të pushtetit vendor kanë kërkuar që të gjehet një zgjidhje dhe ky investim të çohet deri në fund. Deri tani, këto kërkesa nuk janë marrë parasysh dhe është mjaftuar me deklarata se ka mungesë fondesh për ta përmbyllur investimin madhor për bajpasin e Shkodrës. Kjo vepër e lënë sapo filloi kishte për qëllim që të zgjidhte një pjesë të madhe të trafikut në rrugët e qytetit, duke devijuar jo pak dhe duke I dhënë më shumë jetë rrugëve kryesore dhe lagjeve të mëdha që sot shpeshherë bllokohen nga mjetet e shumta motorike. Për të mos mjaftuar në shumë pjesë të tij, bajpasi është I mbushur me mbeturina, hidhen pa kriter dhe zën vend në pjesë të ndryshme, pa u shqetësuar nga askush. As ideja për ta ruajtur dhe mbrojtur bajpasin e Shkodrës nga ndotja nuk u arrit të realizojë, çka vijon edhe në ditët e sotme. Edhe pse problemet janë të shumta, jo vetëm se mungon investimi, por nuk është marrë asnjë mas për të shmangur të paktën dëmin mjedisor.